Mirë, kthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Frontline. Kemi mësuar për gjatë ditës së djeshme se ka pasur një lloj sulmi në pjesën informative të SPAK-ut. Çfarë ka ndodhur realisht në datën 12 mars, sot SPAK ka pasur një njoftim zyrtar, çfarë informacionesh janë mundur të rëmbehen nga emailët e prokurorëve të strukturës së posaçme. Ndjekim përmes Wallit, lutem Regjia, do doja reagimin që ka pasur sot SPAK lidhur me këtë çështje. Do doja ta kisha në Wall. Po. Në datën 12 mars 2025 ka ndodhur një ndërhyrje të palishme në adresat e emaileve të disa prokurorëve të posaçëm, falmasave të sigurisë, sistemi i brendshëm i SPAK mbeti i pacënuar. Ndërhyrja ka ndodhur vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve dhe nuk ka prekur sistemin e përgjithshëm të IT-së të institucionet. Pjesëmarrësit në këtë akt kanë arritur të marrin disa informacione, por nuk kanë siguruar akses në dosje hetimore. Ata gjithashtu kanë tentuar të ndërhyjnë në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme Altin Dumani, por pas sukses. Pas një intensiv në përfshirjen e Bërosë së Hetimit dhe Sektorit të Ekspertizës, janë identifikuar dhe arrestuar brenda 24 orëve 2 individ, ai që ka realizuar ndërhyrjen në email dhe ai që ka shpërndarë informacionin tek persona të tretë. Gjithashtu janë sekuestruar pajisjet e përdorura për këtë akt dhe skedarët e shkarkuar. Deri tani nuk ka prova që sugjerojnë se të arrestuarit kanë bashkëpunuar me personel të brendshëm të SPAK. Për këtë diskutojmë sonte në studio, më është bashkuar Aida Topalli, gazetare kolege. Faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Mirë se të gjeta. Pation Softa, ekspert për krimin, faleminderit, mirë se vjen në Frontline, kënaqësi. Shemsi Prençi, ish drejtuesi i lartë i policisë, kënaqësi, mirë se vjen në Frontline. Faleminderit. Paik Basha, ekspert i krimit, faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Aida, do nisim bashkë bisedën për të kuptuar çfarë ishte kjo vjedhje të dhënave që ndodhi dhe ndërhyrja në serverat e SPAK-ut. Patjetër, së pari njëherë prokuroria e posaçme na dha sot një njoftim shumë të rëndësishëm se a kishim bëni me një sulm që kishte ndihmë nga brenda prokurorisë posaçme apo me një sulm të jashtëm. Dhe nga përgjigjja që erdhi, le të kuptohet që kemi një sulm të jashtëm, pra janë hakra të jashtëm pa një dorë të brendshme nga një punonjës së prokurorisë posaçme, që mund të ketë bashkëpunuar dhe mund t'ju ketë lënë një portë të hapur që këto persona të kenë mundur të hyjnë dhe të marrin të dhëna sensitive. Megjithatë, çështja vazhdon të jetë ende në hetim dhe mbetet për tu parë nëse si është e mundur që këto të dhëna, këtë sistem, kaq të mbrojtur të prokurorisë posaçme, arritën ta thyejnë këta persona, pra sa të fuqishëm ishin këto hakra. Jo, unë do ta bëj pyetje ndryshe. Ka që dobët ka qenë sistemi që në strukturën e posaçme ka ndërhyrë hakersat? Pikërisht, pra kjo është një tjetër pikpyetje që duhet të jepet përgjigje, por besoj me vijimin e timeve do ta marrë edhe një përgjigje të tillë për të parë se a ka patur me të vërtet një derë apo një portë të lënë të hapur në sistemin e prokurorisë posaçme që këto persona kanë arritur të depërtojnë dhe fatmirësisht ka qenë sistemi i alarmit që ka rënë, pra ka qenë IT-ja e prokurorisë posaçme që pak pasi ka kaluar mesnata e 11 marsit në të hyrë të 12 marsit, ka konstatuar, pra është pikërisht data 12 mars, ka konstatuar që në kompjuterin e një prej prokurorëve të SPAK-ut, konkretisht të prokurores Enkeleda Milonaj, është tentuar të ndërhyet, pra të logohet dikush, një personi pa autorizuar. Vetëm me prokuroria ka pasur akses në këtë kompjuter për të loguar? Besoj edhe IT, por edhe prokurorët që kanë kompjuterat përkatës. Dhe me njerë pas kësaj, është njoftuar pa diskutim kreu i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe kanë shkuar dhe janë paraqitur të gjithë në prokurorinë e posaçme për të parë se çfarë ka ndodhur. Po në mesnatë, në momentin që janë mbledhur kanë parë që është ndërhyrë në 3 kompjutera, kompjuterin e Enkeleda Milonajt si kurse e thash, të Elida Kaçkinit dhe të Behar Dibrës që janë në fakt edhe 3 prokurorë që kanë disa nga çështjet më të rëndësishme duke hetuar pra në duar dhe në kompjuterat e tyre. Që kanë lidhje me krimin apo dhe me korrupsionin? Me krimin organizuar dhe me politikën dhe korrupsionit. Dhe me njerë është ngritur edhe grupi i posaçëm hetimor me në krye prokurorin Bledar Maksuti dhe ka nisur hetimet ku është mundur të vërtetohet që ndërhyrja është bërë nga një ambient në qendër të Tiranës, pra në një pallat apo në një kull në qendër të Tiranës dhe kanë qenë tabulate telefonike të marra që kanë vërtetuar që të paktën 2 persona, por dhe persona të tjerë, Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj
janë loguar pikërisht në telefonat e cilve kanë qenë të loguar pikërisht në zyrën ku dhe është bërë Kemi ndonjë background për dy personat e Po, arrestuar? patjetër. Zampak Gjoni është ish drejtori para burgimit të Vlorës, pra një funksionar shtetëror, që është edhe personi i cili ka shpërndar dosjet e marra, 3 dosje të marra nga ndërhyrja në kompjutrat e 3 prokurorëve të prokurisë posaçme, një dosje që flitet që i përket një politikani eksponenti të mazhorancës, një ish ministri të mazhorancës, një pjesë dosje që i përket një biznesmeni shumë të rëndësishëm në Shqipëri dhe një pjesë tjetër e një dosje që i përket një zonje që njëtë si një person i afërt i biznesmenit që po ashtu i është marrë kjo dosje. Dhe është pikërisht pra Zambak Gjoni ai që i ka shpërndar të 3 këto dosje duke ja dërguar të paktën 2 kolegëve gazetar, por dhe 2 zyrtarëve, një ish zyrtari dhe një zyrtari tjetër të rëndësishëm. Kemi që ka rrjedhur informacioni. Dhe ajo që më bëri kurioze në fakt ishte data 12 mars dhe ndodhur gjithë ngjarja, por duket që është mbajtur goxha hermetike. Zakonisht ngjarje të tilla qarkullojnë me shpejtësinë e erës, apo? Sepse ju e keni ditur në korridoret, por nuk është bërë patjetër publike, sepse të 2 personat, edhe Zambak Gjoni edhe Arnold Trokaj, që është punonjës i KMT-s së Vlorës, kanë dalë për mas siguria në prokurorinë e posaçme. Dhe ajo që është menduar së pari, ka qenë pikërisht pozicioni i tyre, duke qenë se të 2 janë ish funksionar apo funksionar shtetëror dhe mund të kenë bërë ndonjë shkelje me punën e tyre, por në fakt nuk na lidhej me asnjë dosje që ishte në hetim. Më pas kërkesave të vazhdueshme drejtuar prokurisë posaçme, u vërtetua që të 2 këta persona dolën për mas sigurie pikërisht për ndërhyrje të palishme në të dhëna kompjuterike, por dhe si grup i strukturuar kriminal. Dhe çfarë nuk kupton grupi i strukturuar kriminal, sepse kemi vetëm 2 persona të arrestuar dhe grupi i strukturuar duhet të ketë më shumë se 2 persona. Ka diçka që spaku nuk e ka zbardhur me deklaratën e sotme? Informacione detaje tjera të hetimit? Ka dhe detaje tjera, unë ju drejtova me një kërkesë zyrtare e prokurisë posaçme dhe në përgjigje e dhënë mu konfirmua se janë më shumë se 2 persona të cilët janë hetuar dhe po hetohen si të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kriminale, sigurisht ndaj një prej strukturave më të rëndësishme dhe më të sigurta në vend. E qartë. Do t'i basha guxim i madh apo jo, të hakerosh serverat e spakut për qëllime politike apo Shiko, se u dhanë shumë nuanca për gjatë këtyre 24 orëve. Sigurisht që është guxim mjaft i madh, i marrë nga 2 persona të cilët në pamje të parë lënë të kuptojnë që s'kan asnjë lloj lidhje me politikën, s'kan asnjë lloj lidhje me biznesin, nuk janë vetë pjesë e hetimit apo nuk punojnë për një grup apo kriminal apo për ndonjë individ të caktuar me peshë të madhe politike, por dëmi për cilën flasim ne është jashtëzakonisht i madh. Sa mund të dëmtojnë hetimet në këtë rast? Sigurisht që kemi për të 3 dosje që flitet që është marrë informacion ka dëmtim të hetimit, pasi një pjesë e mirë të dhënave janë të dhëna sensitive dhe janë të dhëna të cilët nëse do dalin edhe do shkojnë në duart e personave të cilët po hetohen mund të dëmtojnë rënd hetimin, mund të çojnë që këto persona të marrin masa për të manipuluar, për të dëmtuar, për të kryer veprime të cilat janë të cënueshme dhe sigurisht që do t'i vinin në favor këtyre personave. Por nuk mund të them nëse kemi të bëjmë me 3 dosja apo më shumë dosje, për sa kohë që në ditët e para të arrestimit të 2 personave SPAK është treguar mjaft i rezervuar për të dhënë detaje dhe madje është folur vetëm pasi kanë dalë në gjyq që është kryer një arrestim dhe më parë nuk ka patur informacione që janë arrestuar 2 persona që kanë të bëjnë qoftë edhe me një krim apo me një vepër penale të kryer gjatë detyrës që kanë kryer. Edhe policia kur është njoftuar, më fal zoti Basha, kur është njoftuar për të bashkëpunuar, për të arrestuar personat në fjalë, nuk kanë pasur dijen se cila është vepra penale e kryer. Dhe duhet thënë që të 2 personat janë arrestuar në ditë të ndryshme. Zambak Gjoni është arrestuar në datën 12 mars, vetëm disa orë pasi kishte bërë ndërhyrjen. Është i pari që ka rënë në linjën e hetimit. Trokaj është arrestuar një ditë më pas, pra në datë 13 mars. Ajo që do dhe ashtu e plotësoj të Aida, ajo që është më rëndësishme është se si është mundur që 2 persona të cilët nuk njihen deri tani si ekspert IT-s kanë arritur të thyen portën më të rëndësishme
të drejtësisë. Shiko, jo gjithmonë të veç shpallesh ekspert IT apo të thuash jam ekspert IT do thotë që mund të jenë autodidakt, Dasha. Mund të jesh ekspert IT edhe një hacker shumë i mirë pa shkollë. Njerëzit të cilët kanë bërë treguar dhe pa e dëshmuar. Njerëzit të cilët kanë bërë dëm më të madh edhe në rang global kanë qenë njerëz të cilët nuk janë të mirë arsimuar apo të fushës së IT-s, kjo dihet. Janë njerëz të cilët janë të fiksuar pas lojrave apo pas kësaj teknologjie, por nuk janë të mirë arsimuar në këtë drejtim. Por rasti konkret, ku dy persona amator kanë thyer portat hyrëse të informacionit të njësisë më të rëndësishme të Shqipërisë të sigurisë, që është SPAK-u dhe ka investime të jashtëzakonshme në drejtim të ruajtjes së këtyre elementeve të sigurisë. Pra nëse ndërhyet atje, vjen atje informacione, çfarë ndodh me strukturat e tjera të shtetit? Tani neve na lën të kuptojmë që edhe ndërhyrjet e tjera të cilët ne kemi pretenduar që një fuqi e madhe botërore ka vjedhur të dhënat, unë mund të them që lind një pikpyetje që mund të kemi të bëjmë me hackers të cilët kanë qenë brenda vendit dhe për interesat brenda vendit. E qartë. Do të softa sa dhe si do ndikojnë në hetim të gjitha këto, le të themi, thyerje të informacioneve në emailët e prokurorëve, sa e dëmtojnë hetimin? Sepse a përbëjnë rrezik për shembull që personi i cili mendohet apo mund të presupozohet që i ka shkuar informacionin, sepse rrjedhë ka pasur, nesër pas nesër mund vendosë edhe të haratiset. Pra vjet në informim, mund të mësoj provat që janë kundër tij, ndërkohë që dosja nuk është mbyllur. Çfarë rrezikon, le të themi, nga hetimi kjo dosje? Kushdo qofshin ato. Informacionet që kemi deri tani janë të pakta. Sepse çështja është në hetim dhe sigurisht që është një çështje që mendoj është ndërlikuar. Nuk besoj që dy persona, pavarësisht nga niveli që kanë, të jenë të aftë të thyejnë një sistem që SPAK-u është një nga strukturat për cilën është investuar shumë në sistemin e mbrojtjes të tij, aq më tepër që ka dhëna jo sensitive, po të një karakteri tepër sekret për shkak të peshës së dosjeve që ato trajtojnë. Dhe këtu mendoj duhen parë ata të cilët janë personat arrestuar, lidhet me ta dhe kush janë pas tyre, sepse ka porositës, ka probavi, shpresojmë që nuk ka probavi politike, që ka realizuar këtë sulm ndaj kësaj strukture. A ka bashkëpunim të brendshëm? Aty thotë që deri tani nuk ka të dhëna, por nuk e përjashton mundësinë që mund të kemi bashkëpunim nga brenda. Sepse të hysh sot në emaile dhe në vetë emaileve të tentosh shkosh në server, është thyer serveri apo janë vetëm emailet? Dhe skandali është më i madh kur thuhet në një njoftim që është tentuar edhe vetë emaili i zyrtarit. Ata kanë tentuar të hyjnë në të gjitha kompjuterat e prokurorëve të prokurisë posaçme. Por në 3 kanë gjetur akses. Do kishin mundësi do kishin thyer edhe gjithë sistemin e prokurisë posaçme. Po nuk e gjetën për arsye kohe apo nuk hapën dot? Emailet nuk janë private. Po, sistemi patjetër që është mjaft i mbrojtur. Pra që kosa janë zyrtare, do të thotë që ato kanë protokollet e tyre. Në momentin që ti del jashtë institucionit dhe përdor emailin tënd, rreziku është i madh. Është përdorur ndonjë nga personat emaili zyrtar për të hyrë për të parë një dosje jashtë ambientit zyrtar, sepse këtu pastaj shtrohet rreziku që mund të jetë ndoshta pakujdesi. Po, ja kujtoj momentin, nuk përdoret rrjeti është i klasifikuar dhe nuk të lejon dhe nuk është aq lehtë të hysh në sistem. Dhe mohohet kategorikisht edhe nga prokuroria posaçme. Çdo gabim njerëzor mund të kushtojë. Kujtojmë momentin me përdorimin e aplikacionit Sinjal në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku pjesë ishte zonës presidenti dhe niveli më i lartë. Pra çdo lloj gabimi, qoftë dhe njerëzor, kur përdor kanale të cilët nuk janë të certifikuara në sistemin e mbrojtjes që ato kanë, mund të krijojë probleme dhe problematika. Po, Prençi, çfarë më thuaj mendimin e parë që të erdhi ndërmend kur pe që struktura e posaçme antikorrupsion bie pre e hackersave? Spari e përgëzoi SPAK-un që veproi në kohë rekord për të zbuluar këtë hakerim nga jashtë apo nga brenda, pak rëndësi ka, sepse po diskutoja me zotin Basha që po sikur tek adresat e këtyre dy personave që po i tregojmë kaq të vobekt në teknologji, kanë punuar ustallar. Këto skenarët që ngren Prençi janë gjithmonë për të Po sikur do kemë punuar ustallar. Po sikur te kjo kulla në Tiranë. Po sikur strategu i luftës tjetë më ustallar se ustallarët dhe mund tjetë një ministër. Po sikur... Në ish ministër.
Po patë titullin ministër. Ju që flisni me kodin me njëri tjetrin na Ne iluminoni jemi pak matë në Kipër dhe gjithmonë kështu flasim me njëri tjetrin. Ju lutëm, përplasja e madhe ka fillu. Çështje politike vepër e thua. përplasjes brenda PS-s. Brenda PS-s. Brenda Partisë Socialiste, brenda gardit të familjes socialiste, brenda atyre që janë luft njëri me tjetrin. E pa diskutueshme. Lufta po bëhet që ekipi i spostuar Po? të nxjerr lakrat në shesh të bëmave të qeverive 1, 2 dhe 3 të Partisë Socialiste. Pra, Kjo është hidhin një poshtë përplasje zoti shumë e Premtri madhe. skenarin e pagesës. Në krye Po? të strategjisë së luftës të hakarimit të dosjeve të SPAK-ut është një ish-ministër dhe disa zyrtarë të lartë ose ish-zyrtarë të lartë duke filluar nga ministrit deri tek drejtoria deri te Ministria e Drejtësisë dhe Pra, ta Drejtoria Përgjithshme e kuptojmë pak, Burgjeve. ta kuptojmë Zyrtarët pak drejt. cilët, Vetëm një sekond të lutem. mbaroj pak. Pra, një ish-ministër që kërkon të marrë dosjen për një ish-ministër, një ish-funksionar, po e kuptoj drejt? Urdhro? Po, pyetja ishte... Një ish-ministër Po? kërkon të nxjerrë lakrat e një ish-ministri tjetër. Okej, pra, kjo Në është shesh. luftë brenda llojit, Jo po, vetëm brenda ati. Partisë Shiko, Socialiste. deri tani janë 91 faqe, Po? 91 faqe të një dosje. Deri tani. Ndërhyrja e SPAK-ut me urdhrin që i ka dërguar 2 gazetarëve, stop, mos gaboni të publikoni faqe nga materiali që keni marrë. Është një paralemrim se mund të ketë dhe faqe tjera. E para punë, kjo është një parandalim që bën prokurori, me shumë guxim dhe iniciativë, se në fundit, gazetarët janë mbretërit Burimin e mbron lajmit, edhe në gjykat gazetari. edhe burimit. Dhe nuk mban përgjegjësi gazetari se publikon, sa ai mund t'i publikon të direkt, i hidhen në rrjete, pam. Përgjegjësia do të ngelej tek prokurorët e SPAK-ut dhe tek ata që kanë hakeruar, apo tek ata që kanë qenë prapat atyre që kanë hakeruar. Po, për fakti që u zbuluan, Premçi? Tash pra, fjalët më të mira të SPAK-ut që Okej. u zbuluan në korrekord, hodhe në urdhrin në drejtim të adresave ku kishin mbritur materialet prej 91 faqeve që kishin mbritur njëherë 76, njëherë 9 dhe njëherë 7, pra gjithsej 91 faqe të një dosje. Po ne nuk e dim sa është hakeruar. Sepse fakti që SPAK-u nuk bëri zë kur arrestoi 2 personat, Po? Zambak Gjonin edhe Arnold Rokaj, Po? nuk i tregoi as policisë arsyet përse arrestohen këto persona. Po, kolege. Por mu më çudit një fakt. Deri ku ka arritur SPAK-u të mbri vetëm 2 personat Jo. të cilët nuk janë Zoti profesionistë. Premçi, unë e thash që nuk janë vetëm 2 persona dhe më apohoi në sotme që janë më shumë se 2 persona. A ka shkuar SPAK-u deri tek ustallarët që qëndrojnë prapa Zambak Gjonit dhe Arnold shkuar deri Rokaj? në një farë pikë. Po e pa, pikërisht. Okej, tu dhe Tani me kjo Kreshnikun? është Jemi shumë larg Kjo është të vërtetës. Prit. Nuk dalon këtu. Prit. Unë them që vargu është shumë i madh. SPAK-u e di. Arsyet pse SPAK-u nuk i bën publike, se faktikisht që s'ja ka bërë publike dhe policisë tregon që policia është, sepse SPAK-u jo pak më vonë se 2 ditë përpara ka deklaruar që denoncimet dhe dosjet e referuara në SPAK nga policia e shtetit Janë ullur. kanë rënë 70%. Dhe e kemi në SPAK-u po raport. punon me denoncimet e opozitës dhe të skaj dhe e kroqatit. Tani po e kursen SPAK-u se jemi po fushate? Brumi i policisë mungon tek furrat e SPAK-ut. E bukur, po. Kjo SPAK-u po e kursen sepse shko fushate, apo? Jo, mund të plasni unë le të themi bindem që bomba SPAK-u këto ditë? tashmë duhet thellohet në hetimet e kësaj çështje për të parë, sepse nuk përjashtohet mundësia dhe bashkëpunimit. Do ta shikojmë, sepse ne Është pistë e hapur. nuk mund të qëndrojnë bashkë 2 persona që janë anonim në pikpamje të njohjes së teknologjisë dhe të nivelit të hakerimit, po dhe të interesit ndërkohë që për SPAK-u paku nuk këto din se kush, informacione. të lutem, nuk din se kush është pas. Unë them din dhe do zbardhen në të ardhmen. Pastaj disa hetime duhen bërë edhe sekrete dhe unë e mirë kuptoj SPAK-un. Që nuk ka dhënë informacionet. Okej. Që nuk e Me ka Kreshnikun thënë tutem po. sepse në këtë moment mund të ketë dhe një përplasje shumë të madhe dhe forca e përplasjes do të varet nga sa do shkoj niveli i informacionit dhe sa është rrjeti i personave që Përfshirë. punojnë kundra kujt dhe kundra save. E qartë. Kreshnik?
A kemi të bëjmë me një SPAC Links? Ose dikush e quajti dhe SPAC Gate në fakt, po si do t'ja vendosje emrin? Është ende shpejt për ta paragjykuar çështjen, ajo që është për t'u vlerësuar është zbulimi i çështjes dhe arrestimi brenda 24 orë. Po? Pra, fillimisht unë jam nga ata që dua të shoh pjesët pozitive. Dhe sigurisht që është sukses i madh mënyra se si është arritur të zbulohet dhe reagimi i shpejt i arrestimit të personave të cilët janë përfshirë. Megjithatë, ka disa pikpyetje që lidhen me këtë çështje. E para është e qartë që nuk ka pasur një target specifik, që do të thotë nuk ka qenë thjesht një çështje dhe një prokuror. Kjo për faktin sepse nga hetimi i çështjes ka rezultuar që personat të cilët janë arrestuar kanë tentuar të hakerojnë të gjitha emailët e prokurorëve. Pra nuk kanë qenë të fokusuar thjesht te një prokuror. Vetëm këtyre 3 prokurorëve i është thyer emaili. Pra kanë mundur të hynë sepse niveli i sigurisë ka qenë më i dobët se i prokurorëve të tjerë që kanë ndruar pasport. Jo emaili, kompjuteri, janë loguar në kompjutera. Po, në kompjuter, po, kompjuteri. Nga ana tjetër, doja të thoja që nuk është thyer sistemi nga brenda, por nga jashtë, të paktën kështu derisa thuhet deri më sot. E treta, jemi në një periudhë fushate dhe ndoshta nuk përjashtohet mundësia që të jetë e lidhur me fushatën politike, pra të ketë interesa politike që në jenë motivi kryesor i arsyes pse kanë hakeruar, pastaj mbetet në ditën në vijim për të parë ajo çfarë duhet të prisni më shumë nga prokuroria speciale që t'i thonte publikut e para, do ishte që ndryshe nga rastet e tjera, kjo është komunikata e parë që jepet 2 javë pasi është bërë arrest. Pra nuk kemi të bëjmë një arrestim sot. Arrestimi është bërë 2 javë më parë. Pra publiku është njohur sot për arrestimet të cilat janë bërë 2 javë më parë. Ndërkohë, le të themi për gjitha tjerat merren kamera, njoftohen brenda ditës e tjera. Jo, përgjithsisht zoti Spahiu, vetëm ta mbaroj, Aida se nuk të preva. Po mirë, e di më hetimet ose të paktën hetimet para prakë, nuk para sjell si policia që kur arrestohet një person ka një ndryshim. E dyta, doja të thoja që nëse qytetarëve intereson më shumë motivi publikut se sa subjektet. Për shembull, Hasani, Hyseni apo Hajria që mund të jenë subjektet të arrestuara, janë njerëz anonim të cilët nuk i thon asgjë publik. Sot, të gjithë ata që na ndjekin duan të dinë vetëm një gjë. Për kë? Në llogari të kujt? Përgjigje të cilën s'mund ta marrin sot nga ne, sepse çdo kush nga ne do bënte teori konspiracionit dhe do abuzonte me informacionin, nëse do jepte 2 gjëra, kush fshihet pas tyre dhe kush është motivi kryesor. Unë kam të vështirë ta besoj që të ketë 2 njerëz anonim, të cilët të marrin kurajon për të hakeruar kompjuterat e prokurorëve të SPAC-ut, prokurorisë speciale, thjesht për të shitur informacionin për 1.000 euro, 2.000 euro apo 5.000 euro. Unë nuk mendoj që është për arsye biznesi. Po, besoj që nuk janë këto shifrat Kreshnik, po gjithsesi. Po mirë më edhe për 10.000 apo 20.000. Unë nuk mendoj se ka njerëz të çmendur që mund të luajnë me jetën e tyre, për aq më tepër që nuk kemi të bëjmë me persona me rekorde kriminale, pra nuk kemi të bëjmë me njerëz dhe kjo është thelbi në cilën ne duhet të mbështesim hetimin. Ajo çfarë do përqendrohesha është, a kemi të bëjmë me persona të cilët duan të japin informacion për kundërshtarët politik që janë hetim, apo brenda llojit. Jo apo brenda llojit. Apo vetë personat që janë në hetim. Duan e para. Një sekond. Po dëgjoj, mos thuaj atë që kam unë mendje se do them gjë tjetër. Apo janë vetë personat të cilët janë në hetim, që kanë dosjet e tyre në SPAC,
E para që duan të zbulojnë burimet e provave, Po. dëshmitarët që kanë kundra, dhe e dyta për të marrë informacion për të shantazhuar prokurorët që ata i hetojnë. Pra, unë mendoj që këto janë dy pistat kryesore që... Vetëm për t'i plotësuar diçka Krishnikut. Shemsi. Kur e thash që janë ushtar dhe general të rreshtuar në frontin kundër pushtetit, kam parasysh detyrat dhe funksionet që kanë kryer këto zyrtarë, që tani quhen anonim. Po. Dhe ndoshta Krishniku nuk e din, Zambak Gjonaj, detyrën e fundit që ka kryer, ka qenë drejtori i inspektimeve në IKMT. Pra, në kohën e qeverisë së Rama flasim. e ka shkarkuar Ervin Hoxha, ministri i brendshëm i riu. Të lutem, ta mbaroj. Më fal. Dhe tash nuk... Sepse ta them pak të lutem. Po që ta thushte... Përpara disa kohësh u bë publike në media se Zambak Gjoni kishte bërë një kallëzim për shpërdorim detyre ndaj ministrit të brendshëm aktual, zotit Ervin Hoxha, që më herët mbante postin e drejtuesit të inspektoriatit. Tani ti kërkon të bësh lajmin, unë mërë fjalin, edhe ta që deri në fundet i sëmlen. Unë po thoja çfarë detyre ka kryt fundit dhe kush e ka shkarkuar, dhe pse e shkarkuar, dhe pse është rreshtuar Zambak Gjonaj në këtë loj. Vazhdoj tani. Ka që kisha unë, zotë? Ka që kishe, po do ta lësh... Po, Frëngjit, them çfarë të publika. Nuk flas ma. Jo, tani ekskluzivitetin e lajmeve. Po tani unë e nisëm. Dhe unë po ja tregoj Kreshnikut, që Zambak Gjoni ka bërë këtë kallëzim. Këtu mbarova unë. Po qa po thoja unë? Ta them të ndryshoj. Unë të thash qa detyre ka kryer, kush shkarkoj nga detyra, pse shkarkoj, kujti shërbente, se u rreshtuar në këtë ushtrinë e përbashkët. Nuk ka lidhje Jo, ashtë kështu si që thashtu unë. Po, se ti njëse ti na e thua gjithmonë lajmin. Janë mësuar të gazetarët të grabisin nga goja lajmin. Ndrosh profesion. Ne, gjithmonë nga punojësit e policisë përpishemi një fjalë të marrim dhe pastaj ta bëjmë lajm vetë. Po ju e zhvilloni, po lajmi më parë kalon nga ne, profesionistë. Edhe direkte, po? Tani, se e quam bisedën kaq thellë sa mund të mendojmë që Zambak Gjoni pas qenë interesuar pasi ka kryer një kallëzim për ministrin e brendshëm dhe mund të jetë hakmarrje e vogël. Këtu për gjëra kaq të vogla flasim. Jo, vetëm për ministrin. Nuk është kjo sistemin. Edhe kjo çështje ka vajtur në prokurorinë e Tiranës dhe nuk është çështje që po e ndjek Spaku. Dhe nuk besoj që gjithë ky investim edhe gjithë ky sulm ndaj prokurorisë posaçme ka ardhur për një gjë kaq të vogël dhe për një interes kaq minimal, për të parë se deri ku ka vajt çështja për të hetimit ndaj për të nxjerrë lashrat të regjimit për zotëri Bjekes. Është shumë e madhe. Ka dëgjuar pikërisht për këtë kallëzim ndaj ish drejtuesit të tij. Val, unë nuk jam ekspert IT, por paktën me aq informacion sa kam unë në këtë fushë për të futur brenda sistemit, duhet dish burimin. Edhe për ditur burimin, të gjitha punimet që kryen brenda këtij institucioni janë tepër sekret. Kompanitë që kanë kryer punimet brenda këtij institucioni janë të certifikuar me certifikat sigurie. Persona që e përdorin këtë sistem sigurisht janë prokurorë dhe sigurisht që janë tepër të besuar dhe për të filluar hetimin dhe për të parë kush është qëllimi, kush është interesuar, kush është bashkëpunëtori dhe për çfarë është përdorur ky informacion i grabitur, duhet parë, është thyer kompania e cila ka kryer punimet apo është e brendshme brenda Spakut. Unë jam i bindur pak nga ana profesionale, po i pa informacion që pa një bashkëpunëtor ndërmjet këtyre dyve linjave nuk ka mundësi. Për të marrë një tub uji duhet me gjetë rrjedhën. Nuk mundesh të futesh. Po gjithë murin që s'jesh ku është tubi. Jo, kam dhe disa pikë. Është shumë e vështirë, patjetër që të pranohet nga struktura e posaçme që mund të ketë pasur një dorë të brendshme pa u hetuar mirë kjo gjë. Sepse nëse do dali prokuroria e posaçme, do të thotë tani që nuk kanë përfunduar hetimet, që ne kemi patur një rrjedhje të brendshme dhe një portë të hapur të brendshme nga dikush që punon këtu, i bie që për të gjitha dosjet e tjera pastaj hajtë të ngrenë pikpyetje. Ara që ky ka trokitur tak edhe dikush e ka hap derën, nuk bëhet fjalë se s'ka shans tysh nga jashtë. Se e preku pak Aida në fillim. Grupi strukturuar kriminal me dy persona, na shpjegoni pak si mund të jetë një grup i tillë, si mund ta quaj Spaku nëse flasim për dy persona, pavarësisht se off the record kanë pranuar që ka dhe persona të tjerë. Nuk besoj se janë dy persona, dhe nuk flasë dhe nuk mund të themi për një grup strukturuar, sepse kur themi grup strukturuar, do të thotë që ka një organizim. Hakerat janë persona, mund të jenë dhe grupe.
mund të jenë dhe shoqëri, të cilët veprojnë. Dhe varet personi apo personat e interesuar me kë kanë pajtuar, kë kanë paguar që të kryej një sulm të tillë kibernetik. Aq më tepër ndaj një institucioni që është më i mirë paguari, po dhe më i mirë investuari, ku ka dhe një asistencë amerikane. Dhe me siguri më të lartë, absolutisht. Kur themi hyri dhe theu një sistem, do të thotë, sipas dhënave të SPAK-ut, ka thyer emailin. Për të hyrë në email, mënyra e hyrjes është një, o nëpërmjet phishing, pra me kë kanë komunikuar. Phishing është? Phishing është ndërhyrje nëpërmjet një komunikimi, nëpërmjet një linku. Po? Dhe ky komunikim ndodh me persona të nje, sepse këta janë gjithë profesionistë dhe din shumë mirë që unë nuk mund të hap çdo lloj emaili. Emailet janë përcaktuara, sigurisht që do të komunikosh janë persona të cilët janë institucione komunikuese. Dhe me kë kanë komunikuar këto prokuror dhe në cilët faqe apo sisteme kanë hyrë duke përdorur emailin e tyre. Hyn nëpërmjet emailit dhe nëpërmjet emailit pastaj rreziku është që të merr të dhënat dhe mund të hapësh gjithë akauntet e tjera që ai ka. Pra ky është sistemi. Hyet nëpërmjet emailit dhe merr gjithë akaunt duke pasur mundësi të ndryshojë edhe pasuardin. Po jo, po ky nuk është rasti. Ai ka hyrë nëpërmjet emailit, ka hyrë në Jo, ka sistem. vetëm diçka Rriti me klasifikuar, nuk ta lejon të hapësh asgjë. Vetëm një sekond. Të thjeshta. Të lutem, basha vetëm ta mbaroj pak, zoti Softa, vetëm një sekond. Këtë dhe kam një pyetje. Kur hyn në një kompjuter, Po pra. kur hyn në një kompjuter, ka dy mënyra të mbrojtjes së kompjuterit. Vetë kompjuteri ka një pasuard, apo ka 15 pasuarde. Po? Unë për shembull po të them një eksperiencë që pak në kam vizituar Agjipin e Romës, dhe kur hynin në sisteme që ato transferonin vlera monetare, në çdo ditë ndryshonin dhe kishin 12 pasuarde. Pra për ty në sistem kishin 12 pasuarde. Para se të vinin pastaj ke emaili dhe të vinin ke sistemet e tjera, çfarë ti ke brenda këtij kompjuteri. Vetëm për të hapur. Tek i kompjuteri nuk është se ka vetëm disa gjëra, vetëm 5 dosje, kompjuteri ka gjithçka. Ka dhe sistemin antivirus, ka funksionuar sistemi antivirus apo nuk ka Kemi funksionuar? këto të dhënat pak deri Mirë, pra, tani. flasim në sensin teknik tani. Që të hysh pra, duhet të kesh një nivel shumë të avancuar se sa niveli i mbrojtjes që ka pasur struktura. Dhe Softa nga Pra, o ka gabime njerëzore, ose ka hapje jashtë sistemit, pra jo brenda sistemit Me bashkëpunëtor. të Wi-Fi apo sistemit brendshëm që ka struktura, Po? dhe mund të jetë hapur jashtë, po nuk po aludoj, po thjesht po bëj anë teknike, ose janë gabime të cilët nuk kanë agjonuar apo nuk kanë updateuar sistemet. Dhe disa shifra në fakt, Kreshniku i volli mbase hipotetike, por nga eksperienca juaj, që besoj keni diskutuar dhe keni analizuar raste të tilla që mund të bëhen hakerime, sa mund të paguhet dikush për të bërë një thyeri të tillë të sistemit? Keni ndonjë ide? Pse deri tani jemi marrë me vrasjet, sa paguhet një për vrasjet, kemi dëgjuar shifra maramëndse, edhe 100.000 euro edhe më shumë. Po për këtë lloj hakerimi? Për një gjë, unë mund të them me analizën time, që nuk janë njerëz të zakonshëm. Ata të cilët kanë bërë hakerimin. Pra, është një gjë Pra, unë sot të dua nuk futem dot këtë gjë. Ose është një investim nga hakerat të cilët mund të jenë profesionistë. Mund të jenë brenda territorit, mund të jenë dhe hakerat të cilët mund të jenë jashtë territorit. Pastaj, sigurisht struktura ka arritur në një pikë, kanë ndaluar këta persona, në telefonet e tyre ka pasur komunikim, kanë marrë adresat e komunikimit duke gjetur personin i cili posedon, me tabulatave, po që posedon këtë numër telefoni, është bërë arrestimi, janë marrë pajisjet të cilët janë përdorur, qoftë për komunikime për të tretë apo ata që kanë përdorur, por kush janë personat pas tyre, kush kanë bërë investimin, kush është qëllimi i tyre, etj. Kjo pastaj kërkon hetim. Nëse flasim për hetimin më tej, zoti Softa, mendon që mund të jetë dikush që është interesuar për veten e vet, sikurse tha Kreshniku, apo që është një nga skenaret, apo pala kundërshtare, nëse flasim rastin hipotetik politik. Kuj do t'i intereson të më shumë të kishte këto informacione, është ide? Unë nuk, mua analiza ime nuk më qënë të palet kundërshtare. Sepse palet kundërshtare, në që se do marri disa dhëna, përse do t'i përdorë? Pra personat të cilët janë të interesuar në radhë parë, në vetë të parë, dhe e dyta, nëse do të përdoren pasaj dhënat për t'i bërë presion strukturës, individëve brenda strukturës, për qëllimet të caktuara, për të gjunjëzuar ata prokurorë të cilët hetojnë një çështje të caktuar, mund të ketë shërbyer si motiv i mundshëm i këtij sulmi. E qartë, Aida, është tentuar në fakt që përveç dosjeve që kanë pasur prokurorët mbase të shkojnë edhe tek gjërat e tyre personale, aq sa mund të kenë ata, komunikime mbase që i kanë të deklaruara sepse ata janë transparent. I kemi
përmes ligjit ata duhet të deklarojnë çdo gjë, pra çdo gjë është transparente për prokurorët e strukturës posaçme. Është tentuar për të shkuar edhe në këtë profil? Duket se interesi dhe targeti kryesor i këtij grupi ka qenë vetëm të marrë dosje të prokurorëve të prokurisë posaçme dhe me sa duket pa patur specifikisht edhe një qëllim të caktuar. Pra duket tentuar të ndërhyjnë në të gjitha kompjutrat e prokurorëve, përfshirë edhe tentativën për të hyrë tek kompjutri i drejtuesit të prokurorisë së posaçme. Dhe kanë marrë, le të themi, çfarë mund të kenë gjetur aty. Ajo që do doja të shtoja në fakt... Si proces kohor nëse ke ndonjë informacion, se janë të detaje që mund t'jenë shumë naive si pyetje, por që publiku të kuptojë të paktën disa informacione. Kjo ka zgjatur me minuta, me sekonda, me orë, me ditë, si proces? Nuk ka zgjatur shumë kohë, sepse me njëherë IT-ja i prokurisë posaçme, të paktën sikurse kanë shpjeguar edhe off records nga prokuria posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka bërë ndërhyrje të menjëhershme. Pra sinjali që në momentin që ka ardhur alarmi, janë njoftuar që atëherë janë loguar, jo se kanë alarmi mund këtë shkuar një ditë mbrapa ose me voneza. Kjo është rrezik në vete pastaj. Apo orësh, por nëse do të kishte qenë çështje orësh, të siguroj që do të kishin mundur të hynin apo të merrnin akoma më shumë dosje dhe besoj që ka qenë një reagim shumë i shpejtë që janë marrë vetëm këto 3 fraksione dosjesh apo këto 3 fashiku i dosjesh nga këto të fundit. Duket sikur qëllimi ka dyshime në fakt që qëllimi i këtij grupi nuk është vetëm të marrë këto dosje dhe të ketë qëllime personale. Ka dyshime të arsyeshme se ky grup i përdor këtë dosje për të bërë shantazhe dhe për të bërë dhe një lloj presioni ndaj strukturës posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por pika kryesore është pikërisht kjo e shantazhit. Do doja shtoja diçka tjetër për të shtuar pjesën e grupit të strukturuar kriminal dhe pse thot prokuria posaçme që kemi më shumë se sa 2 persona off records kjo pjesë. Në media janë publikuar, nëpër media të ndryshme janë publikuar edhe emra konkret që këto dosje janë gjetur edhe në telefonat e një ish zyrtari, një ish drejtori burgjesh dhe një sekretari të përgjithshëm të një ministrie jo pak të rëndësishme në vendin ton, një pedaj këta të fundit me njëri tjetrin. Një pedaj? Po. Dhe po ashtu, ka të dhunat që unë kam arritur të siguroj, Arnold Rokaj është një person shumë i afërt i këtij ish drejtori burgjesh që i është kontrolluar edhe banesa. Por nuk është gjetur në banesë. Pra duket që nga këtë që po marrin vesh sot janë fijet janë të lidhura, nuk i shohim të shkëputura si individ nga gjithë çfarë ka ndodhur. Dhe nuk dihet ende nëse ka apo jo një gjysmëtare apo një urdhër arresti për këtë të fundit. Unë kam pyetur prokurinë e posaçme, por as nuk ma ka mohuar dhe as nuk ma ka pohuar që ndaj këtyre 2 personave, pra ndaj këtij ish zyrtari dhe zyrtarit, të ketë një urdhër arresti apo jo, çka lotë nuk kuptohet. Por kanë shkuar të raportojnë në Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i ministrisë është marrë në pyetje dhe është sekustruar edhe telefoni. Dhe këtu duket sikur kemi një lidhje mjaft të afërt mes të paktën 3 personave. Që kanë shumë të afërt personat. Aida tha një gjë interesante, mund t'jetë hakuar për një shantazh ndaj personit në vetë të parë, po në dosje? Shiko. Pra të kapim çfarë të kapim dhe të bëjmë shantazh kujt i bie emri në dosje? Pa dashur se nuk doja as ta kundërshtoja dhe ta ndërprisja, por nuk paktën sipas analizës time nuk ka të bëjë fare, këto dosje nuk janë marrë për çështje shantazhi. Nuk është çështja që të shantazhohet prokurori i prokurisë posaçme. Jo, shantazh ndaj personave të cilët janë në dosje. Unë mendoj duke bërë gjithë analizën e gjithë këtyre informacioneve që kanë dalë deri tani, problematika është këtu. Prokurorët kanë nën hetim disa dosje mjaft të rëndësishme të krimit organizuar, por jo vetëm. Dhe unë mendoj që prokuroria e posaçme ka informacionin e plot dhe ka bërë thjesht blokimin për të mos dalë më shumë informacion, por nuk ka përfunduar hetimi dhe hetimi do të jetë shumë i thellë, hetimi do nxjerrë shumë gjëra më të rënda nga ato që janë thënë deri tani dhe do dalin edhe njerëz të tjerë që janë të përfshirë dhe deri tani kemi kapur punëtorët, por nuk kemi kapur as porositësit, as ustallarët. Prandaj jemi në fazat e para, dhe mendoj që tentativa për shkuar deri tek zoti Dumani është një tregues i qartë që kemi të bëjmë
me një grup të interesuarshit, nuk të interesuarisht, nuk bëhet fjalë vetëm për një dosje të vetme, nuk bëhet fjalë për një ministër, ish-ministër apo individ i cili është interesuar për të marrë informacione mbi dosjen e tij, por kemi të bëjmë me një grup i cili mund të ketë kryer të gjithë të investim për të thyer sigurinë e prokurorisë së posaçme. Rrezikohesh edhe Dumani, zoti Prençi, për absolutisht këtë? në mënyrë kategorike ndaj qëndrim të kundërt me të gjithë panelistët. Hakerimi është bërë me qëllim të pastër shantazhimi dhe presioni ndaj prokurorëve të SPAK-ut, ndaj oficerëve të BK-s dhe ndaj politikës, ndaj politikanëve që në pushtet. Është hakmarrje e pastër. Jo pa qëllim, fola parës, që njëri nga personat e arrestuar është njeriu i afërt i ish një ministrit brendshëm. Nuk është e rastësishme që pas datës 12 mars, jo më larg se para 5 ditësh, ish drejtori i IT-s Ministrisë së Brendshme u mori pandehur. Është marrë i pandehur. Nëse ju kujtohet, Akshi dhe kryeministri Edi Rama mbështeti mos gabohem me një shumë të mëdha parash, disa 10 milion euro, për të ngritur një sistem të mbrojtjes së sistemeve. Ku jemi? Jemi zbuluar. Tani po del se të sa Anadolak në fushën e IT-s, unë s'marr vesh nga IT-a fare, por kuptoj që hakerimin nuk mund ta bëjnë Anadolakët, që ne i shfaqim ose SPAK-u sot na i shfaq, si Anadolak, por mund t'jenë arreston Anadolakët se ekspertët janë mbrapa Anadolakëve. Më kuptoni drejt ku e kam fjalën? Çka do të thotë që procesi vazhdon, përplasja vazhdon dhe është me qëllim të pastër shantazhimit të prokurorëve të SPAK-ut, sepse disa dosje të SPAK-ut nuk po ecin në procesin e mbylljes së hetimeve për të ndëshkuar X-i, Y-i e tjetër. Dhe tani thash, përplasja e madhe brenda Partisë Socialiste ka filluar dhe është e interesuar pala e goditur, pse nuk goditet pala tjetër. Dhe ka investime të pastra me qëllim shantazhimi të politikës që është të pushtet. Si mund ta shantazhosh një prokuror SPAK-ut, pse ti po heton një çështje? Jo, zotri. Sepse nuk po heton. Sepse ti nuk po heton, se nuk e ke avancuar çështjen në ngarkim të sepse palës që do ta fundasi intereson që ta fundosi palën tjetër. Shiko, Faik, të lutem. Mund të jetë shantazhi një pjesë për Shnikun të lutem për Tani, Faik, po unë së ndërprem aty, më vlla. Përse ju e keni marrë këtë zakonisht? Po, se lutem se jemi me sekonda. Unë po të them, ti e mbarove argumentin. Unë e shikoj një krahun tjetër. Dhe unë di të them, nuk i kanë interesuar grupit të hakerimit dosjet e krimit ordiner, apo një dosje për vjedhje, apo një dosje. I kanë interesuar dosjet ku janë të implikuar politikanët. Pse mos mendojmë që politikanët janë mjaft të interesuar për të parë se sa thellë ka shkuar SPAK-u, se sa për t'i thënë SPAK-u duhet të nxitojë ndryshimin e disa dosjeve që i ka zënë Pluri. Sepse do hakerohen. Të lutem fjalën e fundit 10 sekonda, 30 sekonda. Marcela, e kam të shkurtër konkluzionin. E kam me 2 fjali. Në Shqipëri nuk ka sekrete. E gjithë kjo më duket një debat i hapur dhe i amplifikuar nga të gjitha palët, përfshi dhe media. Unë habitem se çfarë mund t'i hakerosh SPAK-ut sot, ku çdo dosje e SPAK-ut është lexuar në mediat shqiptare dhe publikohet çdo ditë. Çdo dëshmi, çdo përgjim, çdo provë del në pazar. Nëse do ndodhte në një vend si Italia apo në një vend Bashkimit Evropian, do konsideroj krim, sepse vjet në rrezik jeta e njerëzve, e atyre që dëshmojnë, atyre që sigurojnë prova. Vetëm Aida ta mbaroj, lutem, se unë s'të ndërprej. Unë nuk të ndërprej, Aida ta mbaroj, o Aida. Ato që diskutojmë. Aida nuk ka patur raste sporadiku. Të lutem Kreshnik, s'ka më sekonda nga programacioni. Personat që ishin brenda nuk janë ende në Aida, ta mbaroj me një fjali. Të ndryshme. Do mblidhemi prapë për këtë çështje, e sigurt. Po thoni që i nxjerrim
Për Po, ditën s'të tha dhe njeri ndërkohë ty, kanë ma qenë Aida, dosje kush që kanë të tha përfunduar ty? hetimet. Okej. Të tha njeri ty, më Aida, se si e marrë ti me dosit, po them që janë mu marrë drejtove tjerë. mua, po them çfarë nxjerr të pak. E qartë. Tani ta Po. the me një Në fjali. qëse jam. Po, të lutem fjalin e fundit, Kreshnik. Unë Kemi problem duket me Skype. Me Kreshnikun, po zoti Softa? Unë vetëm teknikisht do të them Po. se është e pamundur po të marrësh produktin e marrë nga kompjuteri. Kam dhënë tre- Më falë. Po, të lutem, zoti Softa dhe Ana- me mbyll me Kreshnikun. natë e mirë. Jo, Kreshnik më qëndro pak. Lutem regjia, ma mbani pa Kreshnikun, sa po, zoti Atyre, Softa ka më pasuard për Po. për të hapur kompjuterin. Po. Ka pasuard për të mbajtur emailin për të hyrë në email dhe ka materiale të cilët janë sensitive mbahen të enkriptuara. Mhm. Dhe një material që është enkriptuar është e pamundur ti mund ta shkarkosh, por ti nuk mund Nuk ta më ta lexosh. hapësh për ta lexuar. Dhe duhen parë këto sisteme funksionojnë apo nuk funksionojnë. Unë mbaj mend një rast kur ishte një protestë, ishte një dron që fluturonte, Siguria. nuk ka sistem antidron kjo strukturë. Prandaj masat e sigurisë duhen rishikuar dhe duhen ripar. Sigurisht këtu presim hetimin të dali kush është mbrapa dhe çfarë është hakeruar dhe sa dëm kanë shkaktuar. Sa dëm ka shkaktuar. Po, e kam Kreshnikun, lutem regjia? Bëni një shenjë nëse e kam? Nuk e kam, okej, urojmë natën e mirë Kreshnikut, faleminderit zoti Softa, faleminderit Aides, faleminderit zoti Prençi, faleminderit zoti Basha. Faleminderit juve të nderuar teleshikues që qëndruat me ne, ky ishte Frontline për sot, ju le takimin e radhës të martën 18:30 deri atëherë nga Marsila Karapanço, natën e mirë.